Ti nuk je humbës, thjesht të duhet kohë. Një udhëtim motivues drejt suksesit. Kjo shprehje thjesht, ti nuk je humbës, thjesht të duhet kohë, mbart në vete një fuqi të madhe transformuese. Ajo na kujton se dështimet nuk janë fundi i rrugës, por vetëm hapa në një udhëtim më të gjatë. Në këtë tekst motivues, do të eksplorojmë këtë ide në thellësi, duke u mbështetur në urtësi të lashta nga Bibla, proverbi japonez që frymëzojnë qëndrueshmëri, dhe histori reale nga jeta e njerëzve të zakonshëm që kanë kthyer kohën në aleatin e tyre më të madh. Ky nuk është thjesht një tekst, është një thirrje për veprim, një kujtesë se koha nuk është armik, por mësues. Do të zhytemi në reflektime, shembuj dhe këshilla praktike, duke krijuar një narrativ që të frymëzon të ngrihesh, të vazhdosh dhe të arrish atë që mendon se është e pamundur. Le të fillojmë me bazat. Çfarë do të thotë të mos jesh humbës? Humbja nuk është një identitet, është një moment kalimtar. Siç thot Bibla në Eklesiastin 3:1, për çdo gjë ka një kohë të caktuar dhe një kohë për çdo punë nën qiell. Kjo shprehje biblike na mëson se gjithçka ka sezonin e vet. Nëse sot ndihesh i humbur, mos u shqetëso, koha e suksesit tënd po vjen. Proverbi japonez, Nana Korobi Oki, bien 7 herë, ngrihu 8, përforcon këtë ide. Ai flet për qëndrueshmërinë, se sa herë që bie, ke mundësinë të ngrihesh më i fortë. Në jetën reale, merrni shembullin e Thomas Edisonit, shpikësit i cili dështoi mijëra herë para se të krijonte llambën elektrike. Ai tha, unë nuk dështova, thjesht gjeta 10.000 mënyra që nuk funksionojnë. Kjo është esenca. Koha të jep mundësinë të mësosh nga gabimet. Tani, le të zhytemi më thellë në urtësinë biblike. Bibla është plot me histori të njerëzve që pritën kohën e tyre. Merrni Davidin, i cili ishte një bari i thjesht para se të bëhej mbret. Në Psalmin 27:14 thuhet: Prit Zotin, je i fortë dhe le të marrë zemra jote guxim. Po, prit Zotin. Davidi priti vite të tëra, duke u fshehur nga Saul, por koha e tij erdhi. Kjo na motivon të mos heqim dorë. Në kulturën japoneze, proverbi Ishiki Benjo, një gur nuk bën mal, por shumë gur po, na kujton se suksesi ndërtohet gradualisht. Nuk je humbës nëse nuk e arritur ende. Thjesht po mbledh gurët e tu. Një histori reale është ajo e E.K. Rowling, autore e Harry Potter. Ajo ishte një nënë e vetme në varfëri, refuzuar nga 12 botues, por koha e saj erdhi kur libri u botua dhe ndryshoi jetën e saj. Ajo thot, është e mundur të jetosh pa dështuar në asgjë, por atëherë ke jetuar kaq kujdeshëm, sa mund të mos kesh jetuar fare. Motivimi i vjen nga kuptimi se koha është një burim i pashtershëm. Nëse sot ndihesh i humbur, fillo duke vendosur qëllime të vogla. Bibla në Filipianëve 4:13 thot: Unë mund të bëj gjithçka nëpërmjet atij që më jep fuqi. Kjo është një thirrje për besim në vetvete dhe në forcën hyjnore. Proverbi japonez, Deru kui utareru, goja që del jashtë goditet, na paralajmëron se suksesi tërheq zili, por mos u ndal. Në jetën reale, Oprah Winfrey u lind në varfëri, u abuzua si fëmijë, por koha e saj e ktheu në një miliardere dhe filantrope. Ajo thot: dështimi është një mësues i madh nëse je i hapur për të. Pra, përdor kohën për të mësuar. Le të zgjerojmë këtë ide me më shumë shembuj. Imagjinoni një student që dështon në provime. Ai nuk është humbës. Thjesht i duhet kohë për të gjetur metodën e duhur të studimit. Bibla në Proverbat 24:16 thot: sepse i drejt bie 7 herë dhe ngrihet përsëri. Kjo është motivuese, bie, por ngrihu. Në Japoni, koncepti i kaizen, përmirësim i vazhdueshëm, është një proverb modern që thot se ndryshimet e vogla çdo ditë çojnë në rezultate të mëdha. Një histori reale është ajo e Michael Jordan, i cili u pren nga skuadra e basketbollit në shkollë të mesme. Ai thot: kam humbur më shumë se 9.000 goditje në karrierën time. Kam humbur pothuajse 300 lojëra. 26 herë më është besuar goditja fituese dhe e kam humbur. Kam dështuar përsëri në jetën time. Dhe kjo është arsyeja pse unë kam sukses. Koha e tij erdhi sepse ai nuk u ndal. Tani, le të flasim për marrëdhëniet. Nëse ke humbur një dashuri, mos mendo se je humbës. Thjesht të duhet kohë për të gjetur personin e duhur. Bibla në Kënga e Këngëve 3:4 thot: sapo kam gjetur atë që shpirti im e do. Pritja është pjesë e procesit. Proverbi japonez Enryo Nosaki Yami: pas durimit vjen errësira, por pastaj drita na frymëzon të durojmë. Në jetën reale, Walt Disney u pushua nga puna për mungesë imagjinate, por koha e tij solli perandorin Disney. Ai thot: të gjitha ëndrat tona mund të bëhen realitet, nëse kemi guximin të ndjekim ato. Motivimi vazhdon me shëndetin.
Nëse je duke luftuar me peshën ose sëmundjen, mos hiq dorë. Bibla në Isaia 40:31 thot, por ata që presin Zotin do të marrin forcë të re, do të ngrihen me krah si shqiponja, do të vrapojnë dhe nuk do të lodhen, do të ecin dhe nuk do të lodhen. Kjo është fuqi. Proverbi japonez Byoki, Kikara, sëmundja vjen nga mendja, na kujton se mendja pozitive ndihmon shërimin. Një histori reale është ajo e Lance Armstrong, i cili mposhti kancerin dhe fitoi Tour de France 7 herë. Ai thot, dhimbja është e përkohshme. Dorëzimi i zgjat për gjithmonë. Le të eksplorojmë karrierën. Nëse je pa punë, ti nuk je humbës. Thjesht të duhet kohë për të gjetur rolin e duhur. Bibla në Jeremia 29:11 thot, sepse unë i di plane që kam për ju, thot Zoti, plane për paqe dhe jo për të keq, për t'ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë. Beso në planin. Proverbi japonez, Ishin Onimo Sanen, edhe në gur, 3 vjet, do të thot se durimi sjell rezultate. Steve Jobs u pushua nga kompania e tij, por ktheu dhe krijoi Apple siç e njohim sot. Ai thot, e vetmja mënyrë për të bërë punë të madhe është të duash atë që bën. Tani, le të flasim për ëndrat krijuese. Nëse je artist ose shkrimtar që nuk po arrin sukses, prit. Bibla në Habakuku 2:3 thot, sepse vegimi është akoma për një kohë të caktuar, por në fund do të flas dhe nuk do të gënjej. Edhe nëse vonon, prite atë, sepse do të vijë me siguri. Proverbi japonez Rome, Icinichi Nishite Narazu. Roma nuk u ndërtua në një ditë, është universal. Vincent van Gogh shiti vetëm një pikturë gjatë jetës, por tani është legjend. Koha e tij erdhi pas vdekjes, por trashëgimia jeton. Motivimi është në veprim. Fillo sot me hapa të vegjël. Lexo, mëso, provo. Bibla në Galatasve 6:9 thot, dhe le të mos lodhemi duke bërë të mirën, sepse në kohën e duhur do të korrim, nëse nuk dorëzohemi. Proverbi japonez Chiri Motsumoreba Yamato Naru, edhe pluhuri, nëse grumbullohet, bëhet mal, na motivon për konsistencë. Elon Musk dështoi me raketa të hershme, por tani spacec fluturon në hapësirë. Ai thot, nëse diçka është e rëndësishme mjaftueshëm, edhe nëse shanset janë kundër teje, duhet ta bësh. Le të vazhdojmë me sportin. Atletët e dinë se koha është qelësi. Bibla në 1 Korintasve 9:24 thot, a nuk e dini se ata që vrapojnë në stadium, të gjithë vrapojnë, por vetëm një merr çmimin. Pra vraponi që ta merrni. Proverbi japonez Kokoro Hotoke, zemra është Buda, flet për qetësim mendore. Serena Williams humbi shumë ndeshje, por u bë kampione. Ajo thot, unë nuk dua të jem e dyta më e mira. Dua të jem e para. Në arsim, studentët që luftojnë nuk janë humbës. Thjesht u duhet kohë. Bibla në Proverbat 1:5 thot, le të shtoj i urti diturinë e tij, dhe i mençuri le të marrë këshilla. Proverbi japonez Manabu, Icinichi no Tameni, mësimi është për një ditë, por akumulimi çon në dituri. Albert Einstein ishte ngadalt në shkollë, por revolucionoi fizikën. Ai thot, nuk është se jam aq i zgjuar, por qëndroj me problemet më gjatë. Tani, për shpirtëroren, nëse ndihesh i humbur shpirtërisht, prit Zotin. Bibla në Psalmin 40:1 thot, unë prita me durim Zotin. Ai u kthye drejt meje dhe dëgjoi britmën time. Proverbi japonez, Kami Jibun Otasukeru Mono Otasukeru. Zoti ndihmon ata që ndihmojnë veten, është motivues. Mother Teresa priti vite për thirrjen e saj, por ndryshoi botën. Motivimi është i pafund. Nëse ke lexuar deri këtu, ti je tashmë në rrugën e duhur. Koha është aleati yt. Përdore atë për të ndërtuar, për të mësuar, për të dashur. Siç thot Bibla në Romakëve 5:3-4, jo vetëm kaq, por ne lavdërohemi edhe në vuajtjet tona, sepse e dim se vuajtja prodhon durim. Durimi, karakter, dhe karakteri, shpresë. Proverbi japonez Nanakorobi Yuaoki, përsëri bien 7, ngrihu 8, le të zgjerojmë me më shumë histori. Jack Ma, themeluesi i Alibaba, u refuzua nga 30 punë, duke përfshirë KS. Ai thot, sot është e vështirë, nesër është më e vështirë, por pas nesër është e bukur. Koha e tij erdhi, në art, Beethoven u bëi shurdhër, por kompozoi simfoni. Ai nuk ishte humbës. Koha e tij ishte për krijim. Në shkencë, Marie Curie punoi vite në laborator të varfër, por fitoi 2 Nobel. Ajo thot, mos ki frikë nga perfeksioni, nuk do ta arrish kurrë, por provo. Më shumë histori reale suksesi, nga dështimit e triumfi 1. Walt Disney. Nga falimentimit e perandoria e magjisal Disney, krijuesi i personazheve si Michi Mitskej, filloi karrierën e tij me dështime të mëdha. Kompania e tij e parë e animacionit,
Laugogram, falimentoi në 1923, duke lënë atë pa para dhe pa punë në Hollywood. Ai fluturoi me trenin për në Kaliforni me vetëm $40 në xhep, duke humbur të drejtat e personazhit të tij të parë, Oswald Thelutsky Rabbit. Por Disney nuk u dorëzua. Ai krijoi Mickey Mouse në një tren, dhe filmi i parë me tingull, Stamboat Ilie, 1928, e bëri atë yll. Bibla na kujton në Proverbat 24:16, sepse i drejt bie 7 herë dhe ngrihet përsëri. Disney ra, por u ngrit më i fortë. Proverbi japonez, Nana Korobi Oki, bien 7 herë, ngrihu 8, pasqyron pikërisht këtë qëndrueshmëria e tij solli Disneyn, një perandori me vlerë miliarda dollar sot. Mësimi, dështimi financiar nuk është fundi. Koha të jep mundësinë të rindërtohesh ëndrrën tënde. 2. Stephen King. Nga refuzimet e bestsellerat e horrorit Stephen King, autori i librave si Carrie dhe The Shining, u refuzua nga 30 botues para se libri i tij i parë të pranohej. Ai jetonte në varfëri, duke punuar si mësues, dhe gruaja e tij i tha të hidhte dorëshkrimin në plehra, por ajo e nxori atë dhe e mbajti. Carrie u botua në 1974 dhe u bë hit, duke kthyer Kingun në një nga autorët më të shitur të gjithë kohërave, me mbi 350 milion kopje të shitura. Siç thot Bibla në Habakuku 2:3, edhe nëse vonon, prite atë, sepse do të vijë me siguri. Koha e Kingut vonoi, por erdhi. Proverbi japonez, Rome, Ichinichi Nishite Narazu. Roma nuk u ndërtua në një ditë, na mëson se suksesi krijues kërkon durim. Sot, filmat e tij, si The Shawshank Redemption, frymëzojnë miliona. Nëse je duke shkruar apo krijuar, mos hiq dorë, refuzimet janë vetëm hapa drejt leximit tënd. 3. Ariana Huffington. Nga kritikat e Huffington Post. Ariana Huffington, themeluese e Huffington Post, tani pjesë e L, u refuzua nga 36 botues për librin e saj të dytë. Pastaj, kur lëshoi Huffington Post në 2005, u kritikua ashpër për cilësinë dhe potencialin e saj. Recenzimet e quanin mediokre dhe pa shpresë. Por ajo vazhdoi, duke e transformuar në një platformë globale me miliona lexues, duke e shitur për $315 milion në 2011. Bibla në Filipianëve 4:13 na inkurajon. Unë mund të bëj gjithçka nëpërmjet atij që më jep fuqi. Huffington përdori fuqinë e saj të brendshme për të duruar. Proverbi japonez, Ishiki Benjo, një gur nuk bën mal, por shumë gur po, shpjegon si artikujt e vegjël u grumbulluan në sukses të madh. Mësimi për sipërmarrësit. Kritikat janë zhurmë. Koha tregon vlerën e vërtet. 4. Colonel Sanders. Nga pensionimi tek Charland Sanders, themeluesi i IKEA-s, u pensionua në moshën 65 vjeçare, me vetëm $105 në çekun e sigurisë sociale. Ai kishte dështuar në disa biznese, një stacion karburanti, një kafe, dhe receta e tij e pulës u refuzua nga 1.00 në restorante para se të pranohej. Në moshën 62 vjeçare, ai udhëtoi me makinën e tij të vjetër për të shitur iden. Sot, IKEA ka mbi 20.000 lokacione globale. Siç thot Bibla në Isaia 40:31, ata që presin Zotin do të marrin forcë të re, do të ngrihen me krah si shqiponja. Sanders priti dhe u ngrit. Proverbi japonez, Ishin Onimo Sanen, edhe në gur, 3 vjet, thekson durimin e tij të jashtëzakonshëm. Nëse je në moshë të madhe ose ndihesh i vonuar, koha nuk ka mbaruar. Filosot 5. Fred Astaire. Nga audicionet e dështuara të legjenda e vallëzimit në audicionin e tij të parë në AG, Fred Astaire, ylli i Hollywoodit, u vlerësua kështu: nuk di të luaj, nuk di të këndoj, pak tullac, jo i bukur, di pak të vallëzoj. Ai u refuzua, por vazhdoi të stërvitet, duke u bërë një nga valltarët dhe aktorët më të mëdhenj, me filma si Top Hat që ende frymëzojnë. Bibla në Psalmin 37:4 thot: merr kënaqësi në Zotin, dhe ai do të jap dëshirat e zemrës tënde. Astaire gjeti gëzim në pasionin e tij. Proverbi japonez, Deru kui utareru, goja që del jashtë goditet, na paralajmëron për kritikët, por mos u ndal. Për artistët, audicionet e dështuara janë prova, jo dënim. 6. Jack Ma. Nga refuzimet e punës të Alibaba, Jack Ma, themeluesi i Alibaba, u refuzua nga 30 punë, përfshirë IKEA dhe Harvard. Në vitet 90, interneti ishte i ri në Kinë, dhe biznesi i tij i parë dështoi. Por ai mblodhi 18 miq në apartamentin e tij dhe krijoi Alibaba në 1999, duke e kthyer në një gigant me vlerë $500 miliardë. Bibla në Jeremia 29:11 premton: unë i di planet që kam për ju, plane për paqe dhe jo për të keq. Ma besoi në planin e tij. Proverbi japonez, Chiri Motsumoreba Yuamatonaru, edhe pluhuri, nëse grumbullohet, bëhet mal, pasqyron rritjen graduale të tij. Nëse je duke kërkuar punë,
Refuzimet hapin dyert e vërteta. 7. Elizabeth Arden. Nga dështimet e hershme te perandoria e bukurisë Elizabeth Arden, lindur Florence Nightingale Graham, dështoi në shkollën e infermierisë dhe disa punë të hershme. Ajo mori një hua për të hapur një salon bukurie në 1910, duke krijuar një perandori kozmetike me të ardhura vjetore prej $1 miliard sot. Siç thot Bibla në Galatasve 6:9, le të mos lodhemi duke bërë të mirën, sepse në kohën e duhur do të korrim. Arden korri pas durimit. Proverbi japonez Kaizen, përmirësimi i vazhdueshëm, udhëhoi ndryshimet e vogla të saj. Për gratë në biznes, hapat e vegjël çojnë te fuqia e madhe. 8. R.H. Matsui. Nga dështimet e biznesit të Matsuis Roland Husey, Matsui dështoi në 5 biznese të ndryshme para se të hapte dyqanin e tij të suksesshëm në 1858. Ai humbi para, por mësoi nga çdo dështim, duke krijuar Matsuis, ikonën e shitjeve me pakic. Bibla në Romakëve 5:3-4 thot: vuajtja prodhon durim, durimi karakter dhe karakteri shpresë. Matsui u transformua. Proverbi japonez Enryo Nosaki Yami, pas durimit vjen drita, e shpjegon triumfin e tij. Biznesi yt mund të dështoj sot, por koha të jep formulën e duhur. 9. Maria Angelou. Nga traumat e ikona e letërsisë Maria Angelou vuajti abuzim seksual si fëmijë, duke u bërë mute për vite. Ajo kaloi nga punë të ndryshme, prostitut, para se të shkruante Ikno Hythe Caget Bird Sings, një bestseller që e bëri atë autore, poet dhe aktiviste. Bibla në Psalmin 40. 1. Unë prita me durim Zotin, ai u kthye drejt meje. Angelou priti dhe u dëgjua. Proverbi japonez Kokoro Hotoke. Zemra është Buda, flet për shërimin mendor. Trauma nuk të definon. Koha të shëron dhe të fuqizon. 10. Elon Musk. Nga raketat e dështuara të SpaceX, Elon Musk dështoi me 3 raketa të para të SpaceX në 2006-2008, duke lënë kompaninë në prag falimentimit. Ai investoi të gjitha paratë e tij, por vazhdoi. Sot, SpaceX lëshon raketa dhe planifikon Mars. Bibla në Eklesiastin 3:1. Për çdo gjë ka një kohë të caktuar. Koha e Muskut erdhi. Proverbi japonez Nanakorobi Yuaoki na motivon të ngrihemi. Inovatorët, dështimet hapësinore çojnë te yjet. Nga sfidat e triumfi global faleminderit që kërkove histori suksesi shqiptare. Në vijim të bisedës son motivuese, ku kemi folur për ti nuk je humbës, thjesht të duhet kohë. Këto shembuj nga historia dhe koha moderne e shqiptarëve tregojnë pikërisht këtë. Qëndrueshmëria, talenti dhe durimi i shqiptarëve i kanë çuar ata në majat e botës, pavarësisht pengesave si emigracioni, refuzimet apo rrethanat e vështira. Do të integrojë urtësi biblike për besim dhe proverbi japonez për qëndrueshmëri, duke mbajtur narrativën reale dhe frymëzuese. Këto histori nuk janë thjesht biografi, janë dëshmi se koha është aleati yt, siç thot Bibla në Eklesiastin 3:1. Për çdo gjë ka një kohë të caktuar. Dhe proverbi japonez Nana Korobi Oki bien 7 herë. Ngrihu 8 na kujton se shqiptarët e kanë bërë pikërisht këtë. Le të fillojmë me disa figura ikone, duke zgjedhur nga fusha të ndryshme si humanizmi, letërsia, muzika, sporti, biznesi dhe arti. Do të përshkruaj rrugtimin e tyre, sfidat dhe mësmet, për të motivuar të vazhdosh ëndrrën tënde. 1. Nën Tereza. Nga skopjat e Nobeli për paqanies Gonxhe Bojaxhiu, e njohur si Nën Tereza, lindi më 26 gusht 1910 në Skopje, sot Maqedonia e Veriut, por me rënje shqiptare të thella, që në moshën 18 vjeçare, ajo la shtëpinë për të bërë murgesh në Irland. Pastaj u nis për në Kalkuta të Indis, ku pa mizerjen e pafund të varfanive. Sfida ishte e madhe. Pa para, pa mbështetje, ajo u përball me indiferencën e autoriteteve dhe sëmundjet vet. Por ajo themeloi misionarët e bamirësisë në 1950, duke ndihmuar mijëra të sëmurë dhe të braktisur. Në 1979 fitoi çmimin Nobel për paqe, duke u bërë simbol global i humanizmit. Bibla na frymëzon në Isaia 40:31. Ata që presin Zotin do të marrin forcë të re, do të ngrihen me krah si Shqiponia. Nën Tereza priti dhe u ngrit, duke thënë: nëse nuk mund të ushqesh 100 njerëz, ushqe 8. Proverbi japonez Ishiki Benjo, një gur nuk bën mal, por shumë gur po, pasqyron si veprimet e saj të vogla ndërtonin një trashëgimi të madhe. Sot, ajo është shenjte dhe frymëzon miliona, një shembull se koha e bën të thjeshtën të shenjtë. 2. Ismail Kadare. Nga gjirokastrat e kandidati për Nobel në letërsi Ismail Kadare, lindur më 28 janar 1936 në Gjirokastër, filloi si poet në Tiranë, por diktatura e pengoi botimin e lirë. Në 1960-ën, romani i tij i parë, Generali i ushtrisë së vdekur, u botua dhe u bë hit ndërkombëtar.
emigroi në Francë në 1990 për arsye politike, duke u përballur me censurën dhe izolimin. Sot, me mbi 80 libra të përkthyer në 40 gjuhë, ai është kandidat i përhershëm për Nobel dhe konsiderohet një nga shkrimtarët më të mëdhenj të Evropës. Siç thot Bibla në Psalmin 27:14, prit Zotin, je i fortë dhe le të marrë zemra jote guxim. Ka dare priti vite për liri, por koha e tij erdhi. Proverbi japonez, Rome, Ichinichi Nishite Narazu. Roma nuk u ndërtua në një ditë, shpjegon si durimi i tij krijoi një opus magjistral. Ai thot, letërsia është armë kundër tiranisë. Nëse je krijues, mos hiq dorë, fjalët e tua do të udhëtojnë larg. 3. Dua Lipa. Nga Kosova te ylli i popit global Dua Lipa, lindur më 22 gusht 1995 në Prishtinë, u largua në moshën 11 vjeçare për në Londër për shkak të luftës. Ajo u përball me refuzime nga menaxherët, duke punuar si modele dhe kamerier, derisa albumi i saj i parë në 2017 u bë platin. Me hite si Nerules dhe Levitating, ajo ka fituar Grammy dhe ka mbi 80 milion ndjekës. Albumi Future Nostalgia e vendosi krahas Taylor Swift Bibla në Filipianëve 4. 13 premton. Unë mund të bëj gjithçka nëpërmjet atij që më jep fuqi. Dua përdori fuqinë e saj të brendshme për të duruar. Proverbi japonez Chiri Motsumoreba Yama Tonaru, edhe pluhuri, nëse grumbullohet, bëhet mal, pasqyron rritjen e saj graduale. Ajo thot, emigracioni më bëri më të fortë. Për artistët e rinj, hapat e vegjël në skenë çojnë te stadiumet e mëdha. 4. Rita Ora. Nga Prishtina te ikona britanike e modës dhe muzikës Rita Ora, Rita Saatqiu. Lindur më 26 nëntor 1990 në Prishtinë, u largua si foshnjë për në Londër. Filloi si këngëtare në klube, duke u refuzuar nga disa, por bashkëpunimi me Jajus në 2012 e bëri yll. Me role në filma si 50 Shades dhe hite si Your Song, ajo është një nga artistët më të paguar në Britani. Siç thot Bibla në Proverbat 24:16, i drejt bie 7 herë dhe ngrihet përsëri. Rita Ra, por u ngrit. Proverbi japonez, Nana Korobi, oki e frymzon atë të vazhdoj. Ajo thot, origjina ime shqiptare më jep forcë. Koha e saj solli kontrakte me Gucci dhe pozicione në thevojce. 5. Majlinda Kelmendi. Nga pejat e medalja e artë olimpike Majlinda Kelmendi, lindur më 9 maj 1991 në Pej, filloi judon në moshën 6 vjeçare me zvarfërisë pas luftës. U përball me lëndime dhe mosbesim, por fitoi arri në lojrat olimpike 2016 në Rio, duke u bërë shqiptarja e parë me medalje olimpike. Ajo ka fituar 4 tituj evropian dhe 3 botëror. Bibla në 1 Korintasve 9:24 thot, vraponi që ta merrni çmimin. Majlinda vrapoi drejt tij. Proverbi japonez Kaizen, për mirësim i vazhdueshëm, udhëhoi stërvitjet e saj ditore. Ajo thot, lufta më mësoi të mos dorëzohem kurrë. Për sportistët, çdo rënje është një mundësi për të ngritur më lart. 6. Bebe Rexha. Nga Bruklini të bashkëpunimet me Beyoncé Rexhe, lindur më 30 gusht 1989 në New York nga prindër shqiptar nga Maqedonia, u refuzua në American Idol në 2007, por vazhdoi duke shkruar hite për Eminem dhe Ariana Grande, para se të bëhej yll solo me Imames. Ka bashkëpunuar me Blackpink dhe ka mbi 20 milion albume të shitura. Bibla në Jeremia 29:11 premton, unë i di planet që kam për ju, për t'ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë. Bebe besoi në planin e saj. Proverbi japonez Ishin Onimo Sanen, edhe në gur, 3 vjet, thekson durimin e saj. Ajo thot, rënjet shqiptare më mbajnë të fortë. 7. Valdrin Tahiri. Nga Kosova të stilizimi yjeve si Beyoncé Valdrin Tahiri, dizajner nga Kosova, emigroi në SHB dhe filloi si stilist për artist shqiptar si Elvana Gjata. Sfida, konkurenca globale dhe mungesa e njohjes. Por tani kuron imazhin e Beyoncé, Cardi-B, Rita Ora dhe Paris Hilton, duke u bërë preferuar i ekipeve të Hollywoodit. Siç thot Bibla në Galatasve 6:9, le të mos lodhemi duke bërë të mirën, sepse në kohën e duhur do të korrim. Valdrin korri sukses. Proverbi japonez, deru kui utareru, goja që del jashtë goditet, na paralajmëron për kritikët, por ai nuk u ndal. Një histori që frymëzon si për Marsit në mod 8. Blerta Basholli. Nga Prishtina të Sundance me Hive Blerta Basholli, regjisore nga Kosova, diplomua në Prishtinë dhe filmi i saj i shkurtër Shtëpia fitoi BAFTA në 2015, ndërsa Hive 2021 mori çmimin kryesor në Sundance. Ajo u përball me mungesë fonde, por koha e saj erdhi si anëtare e Akademisë Europiane të Filmit. Bibla në Habakuku 2:3. Edhe nëse vonon, prit atë, sepse do të vijë me siguri.
Blerta priti. Proverbi japonez Enryo no Saki Yami, pas durimit vjen drita, pasqyron triumfin e saj. Për regjisorët, filmat e vegjël çojnë te skenat e mëdha. 9. Samir Mane. Nga fjerit e miliarderi i sigurimeve Samir Mane, lindur në Fjeri, emigroi në SHB në 1990 në pa asgjë. Filloi me punë të rënda, pastaj themeloi kompani sigurimesh. Sot, ai është një nga shqiptarët më të pasur, me pasuri mbi $500 milion, duke krijuar vende pune dhe duke investuar në Shqipëri. Bibla në Romakëve 5:3-4. Vuajtja prodhon durim, durimi karakter dhe karakteri shpresë. Mane u transformua. Proverbi japonez Kaizen udhëhoi rritjen e tij. Ai thot, emigracioni është shans, jo fund, për biznesmenët, nga zero në hero, me kohë.